Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Binjakëve. Do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është kalorësi i shkopive. Kjo letër thot: kur zemra ndizet me pasion, edhe rruga që s'ke par kur bëhet shtëpi. Kështu thot, të dashur binjakë. Për ju që jeni banjak, kjo letër vjen si një ftesë për të ndjekur flakën që ndjen brenda vetes, çfarëdo që të jetë ajo. Ka diçka që po të thërret, një ide, një udhëtim, një projekt, apo thjesht një impuls i papritur për të ndryshuar drejtim, të dashur binjak. Dhe ju jeni gati, jo sepse ke të gjitha përgjigjet, por sepse dëshira për të jetuar plotësisht është më e fortë se frika për të gabuar. Kalorësi i shkopive është energji që nuk pret leje, është zemër që do të rrah fort, edhe kur rruga duket e paqartë. Dhe ti si shenjë një ajri, lëviz me ide, me kuriozitet, me shpejtësi. Por tani kjo letër të thot vepro, çfarëdo që të jetë ajo binjak. Vepro dhe mos u mjafto me ëndrat, por zgjohu dhe shko pas tyre. Janë ndoshta të shtypura shumë kohën brenda jush ato. Mos dru po ato që do të ndes, për ato që do të ndes shpirtin tënd. Mos u frikso. Disa njerëz mund të të thonë se po nxiton, se po rrezikon shumë, por ju e dini në thellësi që nuk mund të rrini më në vend. Kur ndjenja dhe mendja, pasioni bashkohen, krijohet magjia që lëviz gjithçka. Kështu e thot kjo letër. Nuk je thjesht një mendje që analizon, një zjarr që kërkon liri. Dhe tani është koha jote, të dashur binjak, të ndjekësh zjarrin që po të fton përpara.